Partia për Prosperitet Demokratik tubimin e radhës e ka mbajtur në fshatrat Sallarev dhe Kalisht, para të pranishmëve në këto tubime krahas kandidatëve të mundshëm për deputet, po ashtu ka marrë pjesë edhe bartësi i listës dhe kryetari i Partisë për Prosperitet Demokratik, Abdulhadi Veyseli. Dhe duke i pa gjithë të politikat të cilat janë zhvilluar këto vite, në dëm të shqiptarëve mund të them publikisht dhe ku do në debat mund t'i argumentojmë me çështje konkrete. Me përgjigje konkrete, se pse nuk e ke implementu ajo që duhet implementohet që tjetë interesi shqiptarë. Sot kaloj në gjithë vendbanime shqiptare, shqiptarët thonë jemi mërzit nga politika dhe nuk duhet be as pak më dëgjoj për politikën, bile nuk duhet dalen dhe zgjedhje, se u mashtrova dhe u tradhtova të viteve të kaluara. Është e vërtet, se shqiptarët janë tradhtuar, dhe thamë këtë, pikërisht për partive politike shqiptare, janë të mashtruar, manipuluar. Dhe sot ai thotë unë nuk dal. Po më unë do them diçka tjetër. Politikën duhet ta përkrahim, si politik, jo si politikan. Se nëpërmjet politikës mund t'i arrijmë realizimet apo qëllimet që i kemi ne. Dhe flas që i kemi ne si shqiptarë. Si ligjet bien në parlament, kushtetuta ndrohet në parlament. Gjithësia është institucionale e këtij shteti dhe gjitha institucionet tjera krijohen nëpërmjet politikës. Ai që merr mandatin bën politikën, por ama edhe opozita ka një rol shumë të rëndësishëm në demokraci që ta korrigjojë opozitën, që opozita mos rrëshqase, mos boje dëm atij që ja ka marrë mandatin. Motoja e fushatës së tyre në këto zgjedhje është krenari dhe dinjitet.